Përshëndetje të dashur miq, ju kam sjellë një vakt shumë të thjeshtë të shijshëm. Me që mlodha lakra të egra, përgatita sallat me lakra. Këtu kam qumështore, për këtë sallat kam përgatitur me qumështore e qikore. E keni parë dhe videot. Edhe megjithmonë që ja vlen mundimi, ja vlen. Siç e patë videon, i lajm i shplajn, edhe se nuk ka nevojë shumë se ka rënë shi, janë të pastra, po megjithatë po ju tregoj videon se pastaj fillonin nga kritikat, i lava si lava, po qysh apo tek. Edhe këto janë ato qikoret, i lajm, i shplajm në një tenxhere më të bollshëm. Hedhim krip dhe i japim një val 4-5 minuta, jo më shumë se janë të njoma. Mbasi kanë zier, i hedhim në një kullorse dhe i presim me copsa sipas të shirës. Këto mua më shijojnë shumë, më pëlqejnë shumë to lakrat e egra, vaj ulliri, pak piper, ja 2 thelbin hudhër, lëngun e një limoni, përzimin e mirë, provojni edhe për krip. Në një tenxhere hodha 1 kg salsice, qep, karota, selino, thelbin hudhër, 2 kutia me salcë. Unë këtë salcën e përgatita me salsicet për recetat ndryshme dhe për pasta, dhe gjysmën e shoqërova me lakrat e egra, edhe megjithmonë na shijoj. Shpresoj që t'ju pëlqejë dhe juve, ju uroj gjithë mjaft dhe mirupafshim.